Kuçova pritet të hyjë në një fazë të re transformimi urban dhe kulturor. Qyteti i naftës dhe aviacionit po përgatitet të rikthejë historinë e tij në qendër të vëmendjes publike përmes ndërtimit të një muzeu të naftës dhe aviacionit dhe rikualifikimit të bulevardit kryesor dhe sheshit përpara bashkisë. Projekti synon jo vetëm ruajtjen e kujtesës historike, por edhe krijimin e një hapësire të re qytetare, edukative dhe turistike që i jep Kuçovës një rol të ri në hartën kulturore të vendit. Në këtë kuadër, Bashkia Kuçovë ka hedhur zyrtarisht hapin e parë drejt realizimit të këtij projekti, duke hapur procedurën e prokurimit për studim projektimin e 2 ndërhyrjeve kryesore. Sipas dokumenteve të projektimit, muzeu i ri do të ndërtohet si një strukturë moderne dhe bashkëkohore që ndërthur 3 shtylla kryesore të identitetit të qytetit, aviacionin me Kuçovën si bazë historike ajrore, naftën si themel i zhvillimit industrial të zonës dhe jetën urbane e sociale nga periudha e mbretërisë deri në ditët e sotme. Objekti parashikohet të shtrihet në një truall rreth 9000 metra katror me salla ekspozitash, hapësira edukative, arkiv digjital, ambiente sociale dhe një shesh të jashtëm për aktivitete kulturore. Muzeu synon të jetë jo thjesht një godinë ekspozime, por një pikë referimi për edukimin, turizmin dhe identitetin qytetar. Paralelisht me muzeun, projekti përfshin edhe rikualifikimin e bulevardit qendror të Kuçovës me gjatësi rreth 250 metra, si dhe transformimin e sheshit përpara bashkisë në një hapësirë komunitare funksionale. Ndërhyrja synon përmirësimin e trotuarëve dhe gjelbërimit, rritjen e sigurisë për kombësorët, kthimin e pjesëshëm të bulevardit në zonë pedonale dhe krijimin e një sheshi të përshtatshëm për evente, panajire dhe aktivitete qytetare. Projekti konsiderohet një ndër investimet më të rëndësishme urbane dhe kulturore për Kuçovën, me synimin për të ringjallur jetën publike, për të forcuar identitetin historik të qytetit dhe për të kthyer qendrën urbane në një hapësirë më të gjallë, më të aksesueshme dhe më tërheqëse për banorët dhe vizitorët.